Pas marrjes së informacionit, Betimi për Drejtësi kërkoi nga Komuna e Fushë Kosovës qasjen e dokumente publike, përkatësisht historiatin e 2 pronave komunale. Tash 2, sepse prona publike në Geoportal ishte coptuar në 2 pjesë, ashtu që parcela e mesit ju bashkua një prone private. IKD kërkon nga jo historiatin e 2 pronave publike në Komunën e Fushë Kosovës që në Geoportal e gjej me numër 013-75-1 dhe 013-75-4. Nga 6 shkurti deri me 10 mars, pas 4 javëve e 4 ditëve, Komuna e Fushë Kosovës përgjigjet përmes emailit ku mohon se parcela ka psuar ndryshim, por nuk e jep historiatin e kërkuar nga Betimi për Drejtësi. Jam festimi pjothiri prej Betimit për Drejtësi, për një email që ma nisët pak ma herët. Desha veç mi u pyt, do më thonë a e kna qu emailin mi kërku për 2 prona, 01375. Nuk ka për një dhe për 5. Po është veç për bazën, e ta dërgova vletëm së dusone. Do më thonë qatë certifikat. Nuk ka ndryshime, nuk ka pas ndryshime. Ato ndryshime e mbo me siguri për nevoja komunës në ajsan që kanë li për po masja dhe për po IPS i zonës, ajo ka ndryshu për ndryshe baza për një pronë komunale, do më baza për gjithdo parcelë është fletëm së dusë. Ta dërgova vletëm së dusë që s'kemi drejtë ta dërgova. Po, do më thonë, fjala është për një parcelë cila momentalisht nuk është pronë publike, apo? Është pronë publike, Kovendi Komunal Fushë Kosovës. Okej, edhe a ka psu ndryshime, cili është historiati i pronës? Jo, s'ka psu kur ndryshime kjo, ta kom dërgune. Dhe më thonë, prona në kjo nuk ka pasur asë një ndryshime. 375-0 e ka vletëm së duse që ta dërgojë në një vletëm së duse nëse nuk e kive. Që ta dërgova vletëm së duse që na nuk kemi drejt me dërgu heqat së duse po ta dërgova. Se ligje specifikon shumë qarë që ki drejt për mi po. Po jo mi marë, dhe më thonë, është pronë komunale që na nuk kemi drejt me avon ato. Po unë e prapë ta dërgova. Nëse ajo është pronë komunale, dëgjam të lutna. Nëse ajo është pronë komunale, publike, do më thonë, në bazë të ligjit. Në bazë të ligjit për qasjen dokumente publike, veç historiatin po e kërkojna. Qa ka ndodhë me atë pronë? Nuk i drejt, nuk ka ndodhë kur gjatë, kom shure, nuk ka pas, ti mundës vëzër atë sunime, mundës me kërkesën agjensiën katastral përgjigjes se bazë, nëse kishë ndryshu, na i herë kishë dalë qëta përse duse me ndryshime. Këtu qëta përse duse është pa ndryshime, nuk ka pasur asë një ndryshime, i ka 27 orje, 40 metra katror, është Kovendi Komunal Fushë Kosovë, që i ka, dhe më thonë, me numër biznesit, vendin e qujtu, rruga, që përfaqja cila është kullos, cila është të burë, cila është të pi, qka ka pas, që shukon, nuk kemi informacione ma shumë, prej vitit 1987, kërë është formun Komuna Fushë Kosovës, që na i përsetojnë dokumentat, nuk ka pasur asë janë ndryshime këtë pronë. Do mos s'ka pas ndryshime? Jo, absolut, asë janë s'ka pas ndryshime. Unë është marrë me po, nëse të ndryshime po, hajde zyrëm, ne jam Adelina, jam shefe e drejtorisë, hajde të hopje dhe se, ta tregoj për një parcel tjetër që shka pas ndryshime dhe kjo që shka pas ndryshime. Okej. Por nëse fleta poseduese e pronës publike me numër 13-75-0 nuk ishte ndryshuar, si ka mundësi që në Geoportal, 2 arit e kësaj prone kishin kaluar në pronësi private? Ndryshimin e kanë bo në bazë të vendimeve të jashtëligjshme, të interesave të ngushta, zyrtarëve të zyrës katasën komunë. Nuk ka vendim akt juridik se për me ndryshu parcelën e një pronës të arit me coptu pjesë, ato duhet me pas ose një kontrat notarizune, ose një vendim gjykate, ose në raste specifike ku komuna bëna ndryshim për interesa qytetarëve me në pronë fizike dhe merë ose ja për interesat për rrugë ose për interesa publike. Po në këtë rast asnjë nga këto aktet juridike nuk janë ndjek dhe këto ka marrë vendimin jashtëligjshëm. Po komuna si zakonisht gjithmonë tash, gjithmonë jap informata jo drejta, thot që nuk e kanë ndryshu, nuk ka lëviz asnjëherë, po argumentet flasin edhe në Geoportal, dhe në ortofoto nëse futesh në 12 në Geoportal, i shet i ortofoto që kanë qenë parcelat, pastaj mas 2021 shihen parcelat, po edhe vetë nuk janë përputhur dokumentacionin e Geoportalit skica që i kanë pru të printuar në Kovend Komunal, me dokumentacionin zyrtar që është regjistruar në fletë poseduese prona, ndryshojnë disa arit pronës ku janë është më e mangë prona komunës që kanë kalu 2-3 arit dikon për afërsisht në prona private, prona fizike. Edhe pse nga shefi i grupit asamblezë dhe të PDK-s në komunë është kërku nga drejtori sqarime, por drejtori i zyrës katasë në komunën e Kosovës ka deklaruar se nuk ka
ndryshime dhe as ka pas asnjëherë të kësaj parcele, as nuk ka qenë asnjëherë, kështu është dhe nuk ka ndryshime. Po dokumentacioni shihet në gjeoportal në ortofotot e vitit kaluar dhe në ortofotot e vitit 2024 është po qartë që ka pas ndryshime të asaj parcele dhe mungesë të disa are tokë që kanë munguar në atë parcelë që ka qenë pronë komunale, pronë shtetërore, pasuri shtetërore të Kosovës, që ka kaluar një pjesë e disa areve në pronë fizike, në pronë private, jashtëligjshëm nga zyrtarët e zyrës katastrit, dhe ajo pronë kanë bërë ndryshime në kohën 2 ditë mas zgjedhjeve komunale të vitit 2021 në nëntor të vitit 2021, 2 ditë pas zgjedhjeve të randit dytë komunale, me njëherë në ato ditë me dikon me 19 nëntor, më zgabosh atë vitit 2021 është bërë ndryshimi i kësaj parcele. Ekipi hulumtues i betimit për drejtësi në 17 mars kishte shkuar fizikisht në komunë, por nuk mori përgjigje. Pas interesimit të betimit për drejtësi, Agjencia Kadastrale e Kosovës e konfirmoi për betimin për drejtësi se zyra kadastrale në komunë e kishte kthyer parcelen në gjendjen e mëparshme. Ndryshimi në parcelën 1375-0 në Fushë Kosovë është kryer nga ZKK Fushë Kosovë me datën 19 nëntor 2021, ndërsa bashkimi i parcelës ose kthimi i gjendjes së vjetër ka ndodhur me datën 14 mars 2025, po ashtu nga ZKK Fushë Kosovë. Një fakt tjetër që ka vrem tani, vrem që edhe në gjeoportal është kthyer gjendja pra ashtu qysh ka qenë më herët. Realisht nëse ka ndërhyrje të tilla për prona komunale, për prona publike, unë mendoj që këtu duhet të reagojnë instancat të tjera, në këtë rast prokuroria dhe gjyqësia.